Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se po takohemi në episodin më të ri të emisionit Rrëfim Jete. Edhe sonte do të jemi së bashku në këtë emision me një rrëfim shumë interesant që sjellim në kuadër të këtij emisioni. Fillimisht dua t'i falenderoj edhe sponsorët të cilët pa ndihmën e tyre nuk mund të realizohet ky emision, duke filluar nga ordinanca stomatologjike Midsident në Kaçanik me doktor Astrid Sokoli, ku jo pret atje me një staf shumë profesional. Gjithë ju të cilët dëshironi që buzëqeshja juaj të shkëlqen, atëherë drejtoni te ordinanca stomatologjike Midsident në Kaçanik me doktor Astrid Sokolin dhe me një staf të mrekullueshëm. Pastaj, të gjithë ju të cilët dëshironi që orendit shtëpisë tuaj të jenë sa më moderne, të jenë sa më profesionale, drejtoni te Kan Dekor, një kompani gjigande, një kompani që bën mrekulli në shtëpitë e juaja, lokalet e juaja, kudo që ju keni nevojë për të dizajnuar, për të rregulluar vendin që ju punoni apo jetoni. E sonte në këtë studio do të vijë një musafire shumë e veçantë, një musafire e cila do të na jap plot energji në emisionin ton. Ajo qysh nga mosha e hershme e fëmijërisë, ëndra e saj ishte që të bëhet një DJ. Imagjino para shumë vite në Kosovë ka qenë shumë paragjykues që të jetë një femër DJ të performojë nëpër klube të ndryshme, nëpër evente të ndryshme. Po ajo asnjëherë nuk hoqi dorë nga ëndra e saj dhe dëshira që kishte për punën. Edhe pse ndoshta është paragjykuar edhe për stilin që ka të veçantë, ajo kishte një përkrahje të jashtëzakonshme dhe një lidhshmëri të jashtëzakonshme me babaën e saj. Ajo tani po kalon momente të vështira sepse babai i saj ka ndruar jetë. Me ne dhe me ju sonte do të jetë DJ Mere që do ndon emocione të jashtëzakonshme në këtë emision. Qëndroni me ne. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se qej. Si po ndjehesh? Mirë, faleminderit. Na vjen shumë mirë pas disa përpjekjeve që të kemi në emisionin ton, me qenë se je angazhuar si në Kosovë, si në diasporë, me data të ndryshme, me paraqitje në televizione, kështu që faleminderit shumë për kohën që gjete që t'jesh sonte me ne dhe me shikuesit në emisionin Rrëfim Jete. Faleminderit për ftesën. Merit, na tregoni se si ishte fëmijëria jote? Po, mirë, si fëmijat e reshin, koha ishtë ndryshe, gjanat më ndryshe në atë kohë, nuk është sukur sot për shembull me shumë gjanat e re si fëmijë, më shumë kena pas lojra bashkë, edhe me pak gjana jemi kënaqë. Me pak gjana jemi kënaqë, dhe pse na ka mungu nështë shumë gjana atëherë, se u konë ndryshe, po jemi konë shumë të kënaqë dhe të lumtur. Me qenë se kemi qenë edhe shumë fëmijë në familje, po shumë mirë, jemi kënaqë me njëri tjetrin, edhe si fëmijë jam konë shumë jam tip aktiv, jam konë super aktiv, më thonë, se jo aktiv, po super aktiv jam konë për gjithçka. Edhe pse jam konë e vogël, gjithmonë jam konë interesuar me çdo punë me ti, çdo punë me ndihmu. Adën jam konë fëmijë shumë i urtë, veç me ma tepru shumë atëherë jam konë shumë e keqe në ato aspekte, apo kupton, s'kum dorua. Përndryshe jam konë shumë, gjithmonë kam pas shumë respekt për vjetrit, i kam ndihmu fëmijëve, apo në familje kur kish nevojë diçka, jam konë shumë adën e qetë e mirë dhe me qef i kam pas çdo sa. Cilat kanë qenë ëndrat tuaja si fëmijë? Ëndrat e mia si fëmijë kanë muzika gjithmonë. Në sen që kom dashtën, edhe me qenë se pej parashkollor ju mirë me muzikë, me poezi, me shumë gjana. Edhe kum vazhdu që ashtu deri thuajse në gjimnaz dhe tani që përfunduva dhe u largova prej vendit. Në cilin vit jeni largu? Vitin 90 kemi shku në Gjermani. Tani atje në Gjermani shumë një 5 vjetë këm jetu. Vetën apo me familje? Jo, unë isha me burrin, apo si shtojnë u feju, më martun për një kohë se dhe ishëm me dal jashtë, edhe shku bashkë në Gjermani. Edhe në Gjermani me thonë drejtë, këm shku për një arsye, nuk këm dolla zela, po me kërku për më shku për një ndihmë. Kom pas nevojë me shku te një mjek,
Për shkak se në atë kohë që bëshin helmime në shkollë, më konë unë një ndër to që e kom përjetu helmimet dhe atër kom qenë keq me shëndet. Edhe kom shku për, më thëshin, është një mjek... Po si fëmijë, e knaq me pak? Apo çdo herë ke kërku gjithmonë? Jo. Ke qenë kërkim? Jo, unë jam knaq me çato që e kom pas, apo me çato që mu ka afru pe prindve, apo për shoqënisë, apo për kujdoj, me çato që e kom pas, jam kanë shumë e knaq. Si më kanë asë tipi që po ka dikur diçka me edhone me pas çato, apo jo, nuk jam kanë prej atyve. Po. Si fëmijë, cilat kanë qenë ëndrat e juve për në të ardhmen? Çka ke mendu si fëmijë që t'jesh një DJ si që e sot? Si fëmijë unë kam pas qef muzikën shumë, po tjetër nënë edhe sportin e kom dashtën. Apo kupton, e tash mes këty dyjave më kanë gjithmonë, kisha dëshire dhe ane edhe kënina, po atëre si fëmijë për shembull për në shkollë, para shkollor fillova me muzikë, me kort grupit shkollës, tani ka dikur në shkollën e mesme fillova edhe me vallëzim. Edhe do më thonë krejt kohën se më kanë deri në gjimnazin se kom kalu mirë me muzikë edhe me vallëzim kështu që... Gjithmonë ke qenë pjesë e aktiviteteve kulturore? Po, gjithmonë. Edhe e moj men edhe kina pas të tëra të kastofonat me kaseta që në ka. E tash nësë më pëlqej keni kongë, unë edhe kom pas edhe një shoqe edhe ne konë shumë bashkë, edhe mërsh atash qatë kongë, edhe e qitësha krejt një kaset tjetër, krejt qatë kongë e musha një në. Do me thonë vetëm atë kongë? Vetëm atë kongë, po. Edhe jo përshem i bësha dhe tjera, i ndryshojsha, edhe një më konë gjithmonë, si fëmije, kom po vetën që e du muzikën edhe kisha qef me boqë së gjana shumë, po nuk ish atëre kua ish ma ndryshe, kisha një kastofon apo një diçka, nuk ish që ki pos gjithë shka. Imagjino sa vështirë ka qenë, në qofë se t'ka pëlqy një këngë, do me thonë ka qenë me kaseta, është dasht me këthy këngën, nga njëherë e kimi shty edhe ma shumë, për me këthy një këngë. E imagjino sot, sa ka arri teknologjia, e ki muzikën në telefon, veç abon repeat, ajo gjithë natën, ajo këngë kthehet, gjithë shka sot është ma letë, po me gjithat, gjithdo gjë është ma letë, kushtet janë më të mira, po knatësia nuk është si ka qenë jo, përpara. Jo, nuk është, e vërtet është, nuk është knatësia, dhe tash që thuke gjitha i kena, po nuk është ajo knatësia, lumëturia, nuk është ajo ndjenja që kena pas, për shembull me qatë pak kena knaqen, kena pas lumëturi ma shumë. Edhe respekt, edhe gjithë shka kena pas ma shumë, kur isha e vogël, për shembull në kohën tem, kur isha e re. Tash, çdo krejt i kem, po jena që jena është lumëtur, apo kupton. Çka mendon që ka ndiku kjo që nuk jem të lumëtur? Modernizimi. Jemi bërë shumë modern. Se ka hop respekti, tash për me jetu, më kanë mirë, do të mos me pas interes, mi bo do gjana që ka zbohen, edhe për me jetu, për më kanën ma mirë. Nëse je i drejt, apo je vetvetja, apo i këshirë punë të tua, shumë e shtirë. A mendon që ndoshta teknologjia që është avancu shumë na ka distancu për shkak se të gjithë po kemi mundësi të shkruhemi njëri me tjetrin, t'japim dashni, po mendoj shpeshherë falsos, të shohim në rrjetet sociale duke dërgu urime, fjalë më të bukura, po ndoshta edhe në realitet kur i takon ata persona nuk ju flet fare. Po, e vërtet, se unë e moj men që të më theki gjyshem, ka marrë koha keni me folë me gishta. Edhe besa në ka orë që kjo kohë edhe jena të folë që të miq me shkrime. Edhe tash një që po pengon mas shumë, të nëse është një fest e bajrame, ta një fest më oru, nuk të shkruun kështu ta manë që shdohët, apo me thirë, po veç e merë një kopje që për qesën aty një foto, sa më të ngarku telefonë. Edhe veç, si cële veç po kopjon edhe po t'i qanë që ato. Kur kush nuk thirë, ma me thonë urime festa bajrame, ta urime ditlindja, apo diqka. Jo, që kjo është, mu s'po më pëlqen, me thonë drejt, edhe pse jam vetë një tip që adin jam shumë e civilizume, kam shumë sene që jam pozitive, po do nuk më pëlqen. Pikrish sonte në emisionin,
tonë kime na rrëfy shumë qka sa i përket familjes dhe karierës, që njerëzit me pas një hapësirë me të njoft ma shumë në realitet se kush jeti. Edhe këto ja u siguroj shikuesve që nuk jeni njeri fake, jeni njeri original, jeni njeri që kjo je para kamerav, kjo je pas kamerav, nuk është se ti ki një pozitivitet vetëm në emision, po je kështu çdo herë. Po, ata që më njohin e din. Apo kupton, me qenë se që shtetin fillim nuk jam ashtu dukna si tip shumë i ranë, apo nuk dukna edhe qem shumë pozitive, po edhe shumë njerëz ma kanë thonë këto, jo veç ti, po kur kanë afër meje, edhe nuk kam besu me rritë, kur s'kena besu që e gjështu, apo kupton. Se unë pak shkoj me kujdes me njerëz kur flas, edhe derisa të njoftona, kur nuk e njof një njeri, nuk jam aje tipi që o fole, bëj gjana, do të pak me po dhe me kanë rrije, qka fole, me qëfar radhen, në varë qëfar lloj situate po jeme, se tash ka njerëz ta kanë rrugë, ka njerëz që ta kanë për një kafe, po në shtëpi, apo kështu, po unë pak edhe shoqërinë e respektoj shumë, po edhe e dalloj. Apo kupton, se kam shoqe për shembull më të afërta që për çdo ditë jam me to, ka shoqe që e ta ka njerë mujta, njerë vjeta, po një telefon e ka, nështë edhe veç mes telefonit. Po të në krejtë se në normale për mu, se tash njerë e din krejtë, se me krejtë s'mujna me pas kohë, për shembull me adhon si cilët 1 ora, 2 ore me dalë, për shembull, mu taku ashtu. Merit na tregon, pasi që përfundove shkollën e mesme, në cilat vite je shpërngull nga Kosova? Unë e vitet 90 jam shpërngull prej Kosovës, me bashkëshortin tem. Do të thënë jeni martu në Kosovë? Po, martu në Kosovë, pse ishte puna që na deshëm me dal jashtë, edhe me shku në Gjermani, edhe vendosëm mu martu edhe mu njëftu me familje dhe me shku bashkë. Se isha shumë e re atëherë edhe nuk desha veç me dalë ashtu. Edhe unë shku në Gjermani për një arsye. Çfarë moshe jeni martu? Unë moshën 18 vjeçare martu. Po, edhe kom dalë me një jashtë, Gjermani. Ta që ashtu vazhdo jeta me ato ma tjenë në Gjermani. Tani më lindë edhe vajza e dytë mas 2 vjetë. Kështu që filloj jeta atje, ma tani dëgjysh me të Kosova dhe filloj taj luft, ta ish stada shumë e keqe filloj këtu, s'kishe as ku më këthy, as si shpuna as për më këthy ma. Me në gjithë se shumë e vështirë, se kërë më do prej familje, se kom pas të e vështirë, sidomos prej babës, i cila më ka përcjell deri atëherë kemi shku me autobus në Gjermani. Edhe atë pamje kur se harroj tina në autobus, sa më isha qajsha, a i ma bejke me dorë, edhe atë pamje që dhujnë ko me vdike dhe kur s'ku me arru. Kur ke dalë me dokumenta, apo si? Jo, kena dalë në zezë, në kështu shkojshëm deri në Hungari, u konë me autobus, tani aty në përmal, edhe në Gjermani me dalë. Imagjino ti vetë je prind, sot me dalë fëmija në atë mënyrë dhe me përcjell që pe përcjell dhe nuk e din a kthejhet. Që ajo konë shumë shtirë që qëre njeri kanë thonë është maj forë se guri. Se njerës të sa do t'jena pozitiva, po kena gjithë shka njetë nashta, ka sene që nuk harrohen korë. Ato të njetë të mesën, qështu një pik, një brengë e ki, edhe ajo duke sukur ka njerë si andër duket, pa ajo është realitet. U konë shumë e shtirë se tani mu më razë 6 vjetë i që pa i taku familjen. Më i bona 2 fëmijë, pa i po fëmijë. Edhe në atë kohë nuk ka pas internet? Jo, njerë mujtë folëshëm telefon. Janë që ishin kaseta, kështu që në kanën vedo për dikon, na që ishëm që shto, me që ashtu i na koptu me naj letër, na shkyshin letra bile sot, a dit i kam letra të sene që kiti kom ru. Bash është shumë interesant, s'muj me krasu atë kohën me qitash, kur kon heq. Se atëherë u duh me caktu nëse unë në shtëpi tem, në familje tem e kem pas telefon, unë kum mujt me thirr për çdo ditë, po për burrin ai janë në fshatit,
Edhe ai duke me caktu një termin të doja apo të na, për marrë familjes vetë me fol. Kom pak e vështirë, apo kupton, edhe çka do të ndodhë këna nuk më ishëm i ditë krejt çka po ndodhë, apo kupton, këtu në Kosovë. Tani ma filloi edhe lufta, e kena përjetu tepër keq. Se ndryshe kur je aty në qatë moment, ndryshe kur se din ku janë, si për shembull më kom pas rastin ku më thirrën telefon të shtëpisë, më ka lajmëru një Serb. Edhe për mu kanë shumë e rana, thash i pas kanë myt, ata dhe u lajmëruaj. Se nuk e di, është u pa të mbasë kur njerëz qartë, njerëz tegër, veç shumë televizor që ka po ndodhë ku për shohëm dikon. Edhe shumë shtirë me komuniku me telefon, s'di shumë as ku janë, as që ka po ndodhë. Je zgjuar ndonjëherë çdo mëngjes e kam fjalën, a je zgjuar me ato se kur do të kthehem në Kosovë? Po. Ëndra jeme gjithmonë u kanë më kthy, edhe tash është. Edhe si u kry lufta, unë e kom thonë më kthy. Po burrë dhe fëmija nuk kam pas dëshirë më kthy. Edhe që ajo kam probleme që në komet tash jetaj në Suedi, se unë kur zemra s'm ka përshuat, jas nuk më përshuat. Gjithmonë në trupin e kom pas atje, jetën e kritikom, komendjen, shpirtin e kam këto. Veni jam është maj mirë se krejnë do këtë. Dhe është qip, është gjithka, e vish kur t'jeni t'u folë knashna, se jo ma shumë, edhe më pushon trupi këto, nuk e di pse. Nina shumë pozitiv, atje si shkoj më duke vitja si në depresion jam. Është totalisht një natyrë tjetër, gjuha, njerëzit. Jeta është me eftoft. Çka dush të kish? Se njerëz bojnë veç të kem para se anë të bëj jetë shtëpia jo, nuk është ajo nuk është lumturi. Ajo jetu me zor për shka. Kur me mendu do gjana njeri nuk bën mas tyve shumë se krejt çka të bojnë aq tash. Këtë këna Milanën, asnjë me veti se marrëm. Nëse shkon me mall prindit, a me mall dikujt, apo nuk knaqesh këtë jetë, nuk bën jetë, nuk del, nuk e shfryzon jetën, atëherë çka duhet? Këtu për shembull gjanat elementar, për shembull do të mi pas njerëz se do të me jetu, po jo me bë për stepër me që me dhon krejt shpirtin edhe mos me pa dritë me sy, që thonë veç të punu, me bë një shtëpi këtu, një atje, një keni, një këne, kjo është e tepër më duket. Se aty s'jet kur fare jetë, çka bën ti? Veç nëse punon edhe veç këshyr me ndërtu. Nuk është edhe se fëmija jo mas pare, unë po foli për të me, tash për tjetë nuk e di, fëmija mi mas pare nuk kthej në Kosovë. Se ishin të vegjël, shumë kam pas dëshirë me ardhen. Minë se s'prishin me ardhen në Kosovë. Ta është ti. Prej që në rritën, a beso me zorë ka njerë thamë, hajde veç, po kom qef mi po këto. Se... Dy vajza janë të martume? Po, dy martume. Janë të martume me shqiptar? Jo, e madhja është me shqiptar, e vogla është me suedez. Dyjet e kanë një fëmijë. Pajtimit? 100%. Nuk të ka pengu? Jo. Nëse dëshira em si prind, a ke fol, me qenë se vajzat kanë lind atje, i ke fol si prind e kom fjallën që kur të rritësh apo dosh mu martu me shqiptar, a i ke rritën që të frym, apo jo? Jo, nuk i kom rritë në frym. Unë i kom fol për shembull traditat, senet, apo qysh jemi, kulturën tonë, gjuhën shqipe, ja kom mësue krejt. Po, qërëm, pak më duket është e tepër ti me detyru një fëmijë, sidomos në dashuri apo në jetë private të cajna, me thonë veç mere që ta. Unë nuk mëj me thonë fëmijës tem, valla që e ta gjitha një mere, sikur i kom pas shumë raste edhe shumë keq ka ndalen. E marrë një fëmijë që është i rritën jashtë, e i lindur, edhe shqipën s'ta dhe mirë, edhe vjen këtu, e fejon, e marton me një njërë për një javë ditë. Pra me ndohë që farë krasimi është tash ajo, për shembull me Gjermania, Suedia, kudo, edhe me marrë për një javë ditë, ku më në një njëri për një javë ditë. A i tash po do të shumë vite, nashta dhe gjysën e jetës me kalu për me njoft një njëri, e jo për shembull, unë ato kur nuk i kom
mi punu fëmijëve, apo se ne kum fol, dëshira e mo ka me marrë shqiptar, apo kupton, kum pas qef mos me dal prej traditave sene, po vajzën e vogël e kum di që ajo dhe kështu me pash si suedeze, është shumë dallan për dy tjera. Edhe me qenë se dhe kur e ka gjetë, ajo u ndi shumë keq edhe ka pasi frikë me më thonë mua edhe se ka ditën që mu i me reagu, po unë e thash nëse, unë i tham jo, nuk është e lumtur tani ajo mas anej. Nashta sa merr shqiptarin, ase merr ata dhe ja prish qikës jetën, apo kupton? Se dashnia lind, nuk mund është me imponu mere një shqiptar. Nashta, ase ajo po shkollohet që aty, po punon që aty me që ata. E njëjta është edhe në Kosovë. Nëse është dhe një huj punon në rënë, nashta pëlqejen ajo, nuk mund është me ndalë. Është sen që në dashuri, as mu ka përzi baba, as nana, as neve, dhe në atë kohë që është dojnë një akanën, as unë s'kom qef kur fëmijëve miu përzi në këtë punë, se është një sen që me logjiku ti për detyron fëmin tonë me jetu që shty po ki qef, e ku është lumëtëria e fëmis tani? Do të me mendu edhe ata. Jom bo shumë vite në gurbet, gjdo herë mendjem për Kosovë. Ti ki një lidhshmëri shumë të madhe me prind, po pikrisht një lidhshmëri më të madhe me babën. Pse pikrisht me babën? Po, unë e dy prindi kum do shumë, edhe ju mundu si fëmimi që në afër mi knaqe, si për gëzim, si për të mirë, si për smundje, për çka kam pas nevojë. Edhe me nanën kam qenë shumë e afërt të kështu, po babën e kam pas shok. Kur një njeri tepër i kuptueshëm, një njeri shok, një njeri i më shumë këtë, për shembull 81 vjeçar tash ka vdek, ta ka kuptu botën. Kur s'ta ka baba ja, baba jatë, për shembull, më thonë ku je, ne jo, ku je, veç më ka pyet për shembull ku je, që tani knaqe baba, veç kish kujdes. Edhe qysh nuk ta ka tepru me asnjë sen heq. Kur jam në arë, për shembull, për jashtë, atë çfarë gëzimi, çfarë. Po unë ki gjithçka më na afrua. Tepër na ka dashur, edhe pse na jena 7 motra, edhe shumë na ka dashur, edhe shumë na ka ndihmuar, na ka përkrah baba. Unë ata kom pas se di me thonën shok është pak unë dost më thej këtë gjithë, edhe fjallën e fundit që ma ka lanën spital, më tha sonë flejsha me ta, nuk i lejsha veta, ma kapi dorën që vëllë ka me tatun, ma kapi dorën që shto dhe më tha dosti në selim vetë. Ma dha fjallën e fundit kur hini në operim, ta shodhën s'ka me landa dhe më nuk tonë kohën me që ato fjallë, adin ja bëjsha kur ish gjithë keqë se me të pa vetije, ja bëjsha unë s'jam të t'lanë, dosti në selim vetë, unë isha me gjallë, më isha me po gjithë shka. S'mujtë e kush. S'mujtë. Dhe është ku e shkur që ka vdek. Në thonë drejt, jam të mundu me tu. Se do të me tu, se kam fëmije, jam atë të re. Po, nana shkoj me ta, me një forët babës, me një krah. Tash më dy krahët më kanë këpu. Në po vinë Kosovë tash, po nuk e kam atë dashni, nuk e kam atë vullnet. S'po më jasë më shku të shtëpia, mi dalë për para. Kam shumë kujtime dhe qona në mëngjes, po qona me ato, më shku me pa. Nja kapi telefonin me thirrë, po e di që haj nuk është mo, adin, po s'po mojmë kur qysh me rritin kry që mo nuk eksistan. Mu është një varë shumë e madhe, edhe një që në është s'ku këmë arru, ko ishë para 5 vjetës mu, që shtu në gjendje keqe, këto gjithë kone qumë, a i kështu dhe nuk i dulë. Nuk deshen, shkush qëpë qka ka. Edhe mase i ka vendosë edhe shjo, se kësë është mire edhe mora qova për Shkup. Kërë kom qunë Shkup, kish kam ishtë të dekë, apo kuptan. Edhe që t'ja di që ja kom shtu njerë jetën. Edhe e mërën ata me njerë, ke paciente ma i ranë për qatë moment. Shkova atje nëse u shëru, tani
prapa jo, nëse mbusha pak edhe smundjet e ato tash nuk u shërun komplet, po i du fke kohë, borna, do gjona mi bo. E tash herën e fundit, kur hinë tha njëherë më kip shtu jetën, tha të qyri tash apo më pështon. Edhe qka më ka bo më shumë të dhe qa nina keqë dhe jam e pendune të njetën, me që zekretë më kanë thonë nuk je pajtore, unë edhe motra vogël, se s'pa të rrugdale tjetër, apo kupton. Nuk pa kur fa rrugdale tjetër, du fke veç me shku, me qyrë konografi mja bo, zemrën, atë. Edhe e bendum, se e kon shumë i shtirë me shku në për mjek, edhe e bendum me shkuna në spital, ta mdo po do shtetit apo privat, tha jo shtetit shkej kur, tha se s'moj me najtë atë, edhe qumë privat. Edhe ne qumë vesh për me abo kontrolat edhe gjanat, edhe me ndimu pak, me qyqa gjendja, se kina besu dhe si andër për mdo këtë se alo s'besoj që e qumë me kon veta tu kesh. Edhe në da doli vdek, edhe për mdo këtë së kërone edhe motra jem, kina bon hashta për me quqa të se pa i vetë pra ne me hinë operim. Na derisa ishëm të folë me një mjeket tjetër, a i veç kishto mjeket po. Edhe na ka befasu se a njët vetë nuk ka dash mi bo këtë gjana. Në tash mu ka bo ajo, si di, shumë shtire ka me arru. Të isha nashta mës me pasqu, ishto gjallë. Po njo, kur për mendoj, e ka pas dheri që aty me tu. Ne na mënu, e qërteshin edhe mjekët, ju këni jeni të bo pa mundërën, po mënoni me bo. Se nëse si shjedhe në operim, mrena jo fas kësh mujt me vdekje edhe në gjumë. Po tash, adin, gjithmonë një vdekje, ta len një diçka. Një marak. Një marak, po. Dhe që ajo, qëta kam shumë shtirë me arru. Shumë shtirë dhe... Këtë pjesë dyshon të mjekët që ndoshta që ka qenë spital privat nuk është se i kanë shiku gjonat detajisht për me fut në operacion, me qenë se ai ka pas smundje kronike dhe ndoshta nuk ju ka leju edhe mu fut në operacion, me qenë se një i moshuar me smundje kronike, si që ka qenë gjendja e prindit të nështë nuk është dashtë edhe mu fut në operacion, po me gjithat besoj që mjekët adekuate kanë po këtë gjë dhe e kanë vendos ata vetë. Ata na spjegun çdo detaj, apo kupton? Tha kjo është tha veç një shans, nuk është e sigurt, po është një shans që nashta më në të mi qëndru, tha edhe mi bose ata mendu njëherë stent apo diqka, po kur kanë him, kanë kontrolu, tha bypass do të më ngjitë. Edhe nëse tash ka pas do smuje që në aje s'ka guxu me i në operim, po ata thash në regull, momentin para se me ju kon regull, apo këta me analiza gjana, edhe than, ju më në veç bëni një shans për me jetu, si që farë gjendja është kjo më me vdek në gjumë, se më shke uj më shkri shumë, edhe kitë prej zemrës ka rrje, apo kupton, edhe veshka nuk ishë shumë funksionale, tani që ato ndikoj, operimi ka lej shumë mirë, do me thonë ka kalu tepër mirë, u zgjumas të nesrit, po tani mo veç me aparata, me fillun pat. Merit, në qofë se nuk ish fut në operacion, apo nuk ishit pas mundësi me dërgu në spitalin privat, edhe larqov prap kish vdek, a din që prap nuk ja kështë falë vetës, me thonë si kur të këshëm fut në operacion, apo si kur të kësha pas mundësit me fut në operacion, ndoshta nuk ish vdek. Kështu që kjo është fjalla që e përdor populli jonë, nuk ka vdekje pa marak. Po, edhe mjekët më kanë thonë, edhe çdo njeri që ashtu se që shpëthu edhe të edhe që ajo kretë më kanë thonë, po se di, për mu është pak i shtirë, e ranë është kjo. Edhe shumë shtirë se kër e kujtoj momentin kër e kena dërgu në spital, sa po, ajo konë tepër pozitiv. O dhe unë jam një fëmijë që i ngjoj komplet, babës.
Adin, edhe me gjeste, me gjithçka jam adin sukuraj. Edhe shumë u kanë kështu pozitiv njeri, edhe krejt e do ishin në spital, ju në kujdes krejt. Krejt, adin se krejt e ka ndashtën, se kanë tepër pozitiv njeri, edhe ka dasht jetën tepër. Po, që e ka pas kaq edhe... Ju jeni 10 fëmijë. Po. Pse pikresht ka qenë lidhshmëria vetëm me ty? Kur ka pas edhe 9 fëmijë të tjerë, cila ka qenë ajo energji që ti ke pas shumë fort me babën? Guximin që kom pas unë, nuk e kanë tjerë. Apo që e kam. Ndoshta ata janë si persona më të qetë. Ata janë më të qetë, edhe unë jam një tip shumë i shpejt. Thash jam super, kur është puna për diçka, unë përballë çdo senet i dal. Edhe kur është puna, u kom puna te prindja, apo është te familja, apo te një shoqni, apo jam shumë më e shpejt edhe jam shumë e vendost. Se është ai normali ka dosh krejt edhe kanë krejt i ka pas ofër, sidomos ka jetu me vllone, me kunatën, kujdesin e ka pas tepër të mirë për krejve, respektin për krejt fëmijëve, sidomos motra vogël në këtë fundit të mirë shumë, në për kontrolla mjekësore, krejt e ka bajti krejt, po nuk e di me mu konën vetë që ashtu më kishë qef, kur i thesha diçka më gojke, po kupton. E nështë se di edhe unë kom dhënë është edhe dashnin, edhe se di. Nuk e di as vetë pse. A ka ndonjë fjalë që e keni pas njëri me tjetrin që keni qenë edhe dost atë? Po. A keni pas ndonjë fjalë për gdhelse që keni pas njëri me tjetrin? Po, gjithë më beke dostin se len vetë. Edhe një mund e ka pas një shprejke më thërke telefon, edhe jo vish mua dhe motra, vish në thërke në telefon a knajke, hajtë mu i cuc më s'ki derë se të baba vjen apet. Thesha, vi, se s'kam tjetër këmë ku me shku, të ti. Edhe për gjithë shka në thërke, pra me ndo prind, që t'ka thirë për shdo dit. U kujdes, qyshi, apo dhe s'ka pengu, e ka po që jetu vëzita dikun, oke, veç tira qyshia e mirë, edhe e ka ndërprej për shambull. Edhe gjithë ma bëjke një fjallë të ke kështë që ke gjishtë njëllë të kam, adën. E tash na bëshë majgore pak me mota, ma bëjke lini motër e ma dhe jo, shtati ki, se ki vish një. A i të i buti kur tani i vike keqa, po kupton edhe unë alke, ja, shtati kam, a mu shpesh ma bëjke vish një kam, adën se di pse këna pasa dashni. Shkisha për shemë në pushime me të kishef muzikën live, edhe i shumë u kanë marrë klej muzikës. Edhe ngoj shumë, knoj shumë, ngjizoj, blej kam ngjizimet e senet. Se di, nuk po di që shme dash përshkru veç për mua shumë e ranë. E përshë ata që i kanë le të vlerësojnë prendet, le të respektojnë. A besa që jam pishman, çdo moment nësi jam dolla dhe e kom lanë vetë, apo si më kanë ofertina. Me pas mujt me këthy kohën, kur isha ardhen, çdo moment edhe çdo minut me ta kisha nejt edhe ku isha dal me ta. Po, në ato momente njeri nuk po dike, sidomos nana, kur ish smut, unë isha të mirë me humanizëm. Edhe isha ta në kohën rrugë këtu të i ndihmu shumë njerëzve, edhe gjithë ma bëjke. Ish në spital një kohë, edhe shkë isha ovanësha, kur visha, isha si në shumë, qëka kje visha? Që e të në ditë në pëndere, edhe besha da me ditë ku ju më kanën. Si më dollë të isha për qef, edhe kërja kalëzisha vërase, familje, ani që shto, okej, kishe vish për dele, për më lem vetë. Nëse edhe na si fëmi bojmë do gabime, nuk nashta, nuk jena, kër i kena, nuk këshyrëm shumë do sene, apo këpëtan, mendojna hajtë se gjëse s'mendojna që kanë me shku një ditë. Edhe sa do t'janë smutë, ratë, apo na mendojna se apet kanë me jetu, nuk shkojnë ta, s'ujna me pranu realitetin. Është e vështirë humbja e prindve, pavarësisht moshës, smundjeve, është problem me perceptua dhe me pranu një gjatë tillë. Shumë e vështirë. Me qenë se keni qenë shumë e lidhur me babën,
Cili është një mësim, një këshill që ta ka jep një jetë që vazhdimisht gjatë jetës të kujtohet një fjalë e tij që të ka thonë për një veprim të caktuar apo një diçka që ti je shembull. Ai u krenu me mu që është thash se ka pas shumë njerëz që i kanë folë edhe për mu. Valla merita kështu apo më kam pa me muzikë, me gjana, me kështu. Edhe një gjithmonë ma ka thënë këshyre baba ma beke. Ki dy një veç duhet me ru shnetën, ha, pe, mathë vesh edhe del shetit, kur që s'kina me marrë me veti. Që të fjallë non stop ma ka pa. Veç knaqo, del. Keq, kur kuj si bën, del, knaqo, mëse nga kërkar. Njerës të ketë këshyren, kur je mirë, kur kush nuk dana se jëtë dhe ke. Gjithë ma dhe ke që të fjallë. Mirë, kish qef kur më shike mu me këto muzikat, zënet, aj, që që i lumë të që ishtë, se zdi që me përshkru. Me qenë se ti gjithmonë ke qenë angazhuar në aktivitetet kulturore dhe në më thëmbitet e fundit punon si DJ. Po. I ka pengu kjo, me qenë se në Kosovë, tasho kej vitet e fundit e kanë kuptu që nuk është asgjë, po në kohën që ti ke mendu mu fut në këtë industri, me të vërtet ka qenë një guxim shumë i madh, një vendim shumë i madh me marë, mi thonë dikuj që unë do të jem DJ-e në këtë performancë, në këtë party, apo në këtë event. Po. Sa ke pas vështirë një vendim t'illë dhe a ka qenë e vështirë për ty paragjykimi njerëzve? Me qenë se familja mu më ka përkra, sidomos baba është, por ajo kanë tepër i gëzushëm dhe i lumtur me këta. Pastaj ajo ka mbyll gojën gjithve. Po, ai gjithmonë thaj bravo baba, ç'është ec përpara, edhe gjithmonë. Edhe kom pas përkraj familjes, burrit apo fëmijëve, farfisit, gjithmonë shoqënisë kom pas përkraje shumë. Po ti kur je njoftë edhe me bashkëshortin, ti je merr me muzikën atë kohë? Jo. Unë me muzikë mirë shumë, me thonë vonë, apo kupton? Ka 2-13 vjeta, tash saks pun kujtohet, veç 10 vjet është, gati 40 që ty. 40-at, mos imagjina 40-at edhe sa vite jeni tash që nuk mundën me imagjinu kërkush se çfarë moshe jeni, pavarësisht që nuk po du me publiku une, po të lumt për moshën që ki dhe dukjen dhe mirëmbajtjen që i bën vetës. Faleminderit, po me që se jam gjyshe, do të me ditë edhe moshën, jam gjyshe 2 mesa, që i du shumë. Edhe, po thash, paragjykimi qëre, qysh do t'jesh, njerëz paragjykojnë. Sot ka pranu rrethe me një stil tillë. Edhe nëso, a ke pas paragjykime, probleme, pse kështu, pse ti dukesh kështu? Une nuk kom pasën, nuk e kom ndi dikon që më ka thonë diçka, apo nështë ta kam folë mas shpinës, ajo është e vërtet, edhe e shumë ka pengu një gjë e tilla apo jo? Por, une që du mi thoni sen, vetën e kam rënë parë. Edhe une jetoj për vete, du me jetu që shumë e kam dëshirë. Une nuk jetoj për asnjë njeri, as nuk e gjykoj asnjë njeri. Secili e ka drejtën e vete tjetesës. Duke eme unë jëmë për shtatë që ta, është ma e letë edhe për shtatë na për shtatë, dhe që duke tem nuk më në mënë në gjithë kosh. Me të thënë drejt, nuk është ase letë kjo, edhe që thujnë tash, po foli pak se kështu adin, to plak të qërë ditë. Adin, se shumë i sa që shumë thënë qërë, to plak vjerë që shumë po. E thujnë ata aspekte, po shumë jo, unë me thonë drejt për drejt nuk e kom ndëgju këta. Ki rrjete sociale, kur ka diçka mu, i folin njerës, apo këto, pa tas një heq as kur shie. Edhe kështu që mësë kur gjësum për nga. Po familjes, okej, babën e kuptum që babën gjithmonë e ke pas kratë jashtë, po vlla, motra, kanë thonë, pse nuk e ki një stil si vajza tjera? Doj me më po mu, ashtu kërkosh në familje.
Unë po thëmë, mas pare baba reagoj kënjerë, ishë një fest të shku të i shoqa dhe unë tash nuk isha tesha kështu pak si... Edhe një shoqa ma dha një farë si ma itë se sy kejt me shkëllqime me kështë dhe shkova, po më qyrë baba. Edhe më qyri që shtu së më tha kur që. Edhe të nesri ta shku vesh kanë stilin tem, edhe më tha peshtë. U afrova dhe shurna, që po thëmë, tha. Kur më së më vesh që se tesha. Ty s'kan hije, tha, ty flutra, krevata, stili jetë, edhe më dalë e para tha që kjo të remirë. Baba tha, kur më së ndras, më së nga kërkan. Edhe familja njerë një farë fest të familja, pa shumë vete, më kishte një motë vesh fustan, vesh pak shto vojti, nuk di as me nejnë fustana. Edhe, po më bënë, tha, jo vesh, thash, okej, ku me plesu dëshiren. Shkejt e ble një fustan dhe re, që to pali, adun, jo që së më rrim bukër, apo këptua, jo që s'jam femnore kështu, po, vjetoj më të atje, mësu ma sportive, mësu ma kështu, adin se gjithmonë nuk jam ashtu komplekse. Adin më shku me bo frizura, edhe s'kom qefu në për shamull më dhanë shumë pare në frizura, ngreme kështu që shepin e në ato tishat që i veshin për një fest, jo. Rri zakonisht njëjt. Edhe më thanë, okej, thash hajtë si kom ja plësu dëshiren. Edhe shkejta ma një fustan, adin pak është për me kese prej, adin po folën pak edhe kështu. Tani fustan me veshon që e qështu. Kur më kam, o jo, mos vesh ma ki, ne i kisha tesha tjera vish me vete, desha që kanë më thonë heqe. Edhe, jo, merit, se heqë ma mishë, ashtu që shje ka, thashe, po, lemni mu tash zonë, e ti që ka vesh edhe që ka më shkar muë. Edhe kur ma një jetë nuk ma kam përmen. Ka qenë hera parë që ke vesh fustan? Jo, në ma ere ku më vesh fustana, edhe në kuj martu. Nga cila mosh ke fillu me pas një stil, si që kje tani? Vallaj me tonë, 26-7. Do me thonë, deri në ato vite, po, ke vesh fustana? Po, fustana, kështu, po. Po në tash, unë dole shumë e re, 18 vjetë. Tash në atje me thonë, kër isha në atë kohën Gjermoni, isha pak një kohën Finland, ato nuk e ngjihi jetës. Aty s'kena pas mu vesh me shku festave, puna zilje, o kanë jetë a këtë dyqysh pali dhe veç mu kujdes për fëmin, punë të që këtë stil ka ndiku gurbete, do më thonë? Po, se për shembull edhe suedezet, në këtë aspekt edhe janë shumë vjeta që musha e jeme suedeze më janë shumë qështu sportiste. Apo këpëtan këtë flok shkurta, je i konkret, një për patika, një për panta shumë thjesht. Apo këpëtan veshën bukur për thjesht. Edhe, se di, unë do këtë ma mira petë më veshë shtu me shku sa më dalë qësh lyhën e ato senet të delë në qytet, të përqef po delë për shumë me shetite, me asi, më duket e komplikume ajo, nuk më duket rahati. Po pastaj ndryshimi stilit tonë, i ka pëlqy bashkëshortit, apo ka pas ndonjë mosknatësi në këtë pjesë? Kur? Aj, edhe shumë për kra, që e falenderoj shumë, kur një vetë nuk më ka gjyku për asë një stanë. Edhe aj vetë, kur të më shike, se ka bëj hajgore, ka në shkuj me fëmijë edhe kështu, ma në e fostan visha të vishë keshën, edhe asë da nuk dojnë me më pa mu që shtu, apo këptan. Me se jam 4 vjetë, ma bëjke një ditë, nane ti s'ki fostan, edhe ti nuk bëj me vesh fostan, se ti du të me jesë që shtu, edhe më shtatë, në shtra apo këptan 4 vjetë. Edhe bashkërë të gjithmonë, edhe me veshë shumë pa i gërë, dhe ki veshë qysh veshë, shadin. Kur një vetë, s'kum njës në qikun. Kur as për fëmive, as banuve, as miscis që kam edhe shqiptare. Për sërëzish me respektu dhe me respektojnë tepër. Edhe shumë njerëz, edhe pse ri shumë provizojnë për stjesë, dhe mos djemë të ri i shoh, edhe shumë që më shkrujnë privat, ku i vlenë të teshën. Ka edhe konktor, ka edhe shumë njerëz një, a gjune herë teshat e tua, kështë e dënë që mi pru. Po është mirë se këto tesha shambëllë edhe në besat e tua mund mi vesh. Po. Pavarësisht diferenca shumë e madhe në mosh, po mund të thënë se ndoshta këto tesha po të qesin ma treja, po se? Jo. Ndoshta tesha të i vesh për ma treja dhe ti po qëndron atë mosh. Po normal, do të më shku komplet. Jo, veç që tjera përse di, unë i kam tesha që i përësiti ma shumë, se nuk blej veç kështu ku të ka.
I kam dyqanet e mia që i përësiti edhe për shembull që u thoj shumë shpesh, edhe në shtet shkoj i gjoj ato stilat e mia. Po në veshje femnore, se ka për shembull që janë mashkullore, për shembull këtu krejt çka i kanë vesh, edhe pse janë femnore. Nuk veshje tesha për shembull apo këmisha apo kështu mashkullore, që blen që janë shopo te femnat me çistil që janë. Edhe shumë e du aden garderobën dhe ble shumë, me thonë drejt, për tesha jam e çmendura. Edhe kom qef çdo sa me kombinu, këpucën sidomos me të natën gjithçysh. Edhe çështo janë tash unë edhe me thonë drejt, tash kom bani mosh, më janë rritën ato, kam marrë jetën e vet, unë tash do më kujdes për veten, edhe do më një rahat, do më një mirë. Qështu tash unë çka folin nuk më intereson, se kur kush nuk nje ty privata se kush jeti këtje, edhe është drejta tyve, në gjyku, s'do me thonë për më kur që për mu ka rëndësi familja. Edhe që ata që rri me ta, më kanë të knaqët edhe mirë me mu. Ose me pasën adin gjykime sen, se për njerës që asu njohin, a ka në njeri që ekziston që del dikun nëse s'është në një negativ. Edhe më kanë perfekt, nëse që s'ka perfekt po Zotit, më kanë kërkush perfekt, njerës që gjykojnë, edhe ku më kuptu se njerës që gjykojnë janë ata që nuk janë kurkon. Ata njerës që kanë shumë keq të shtëpia, janë shumë keq me familje, nuk din as shprehin mlefin edhe atë mlefin e quajnë dikun tjetër. Mendojnë se me që ato që ka e shkruan e thet, i bën keq atij personi. Jo, se një shkrimi joti, apo një fjallë joti, mua nuk më qonë pesh, hisë ty s'pët një kush je, as nuk më nje. E mu ma thonë mu, për shembull, burri apo familja, fëmija, apo dhëndri, apo dikush, mu që ajo mbrenë. Po në qofë se burri bashkëshorti nuk kish pajtu me një stil t'il, kishë ndryshu? Po, ish duf me ndryshu, se qyre, ti tash nëse do me jetu me dikon, normal që do të me ndryshu. Nëse unë kisha vendu, nëse e du më kone, kam familje me to, kisha ndryshu. Po, ajo shumë i knaq me ki stil, edhe një stil cool, kur që tjetër s'ka. Qka ka kështë, unë shumë e knaq që jam qështu me dal, sa që i shoh femnat që zhveshën, provokuse. E mu që ajo, të unë nuk vjen shpreje. Ajo është se një, me ato s'prajnoj kërqysh në ashta. Po, apet nuk i gjykoj. është që jeta tyve, stili tyve, janë mirë ato për veti, nuk është puna jam. Po për veti po thonë, unë e ma para pranaj mu konë qështu a veç me do të nirka, po shumë thjesht, se mu vesh ashtu. Po vajzat e tua, si janë me stile? Trijat janë ndryshme. A është ndonjëra si ti? E dyta është mes elegancës edhe kësaj. E madhja është elegante, e vogla është cool. Ajo e ka stilin pak si manikene, është pak si stilin që ashtu e ka, po veshën bukur, me stilin e vetë, ato janë të knaqta, duket mirë. Veshën shkurt? Jo ashtu. Din më thonë, nëse është naj fest, muj me vesh diçka kështu, po jo ashtu, që shoh disa që janë krejt jo. Se unë i kom nejtë pagate fëmijëve në atë aspekt, kur kom punë, më shkum punë në shkollë, kom thonë vesh pak ma mirë. Kur është puna fest, mramje, është tjetër shka, ma festive. Edhe i kom nejtë gati edhe shumë, po dhe shqyqyr Zotit, vete kanë kuptu, e kanë pa, janë fëmijë që dalin, kanë pa, e din që ka mirë e keq, tash edhe jënë rritë, mos, s'po ka nevoj as mi u folë, se pe din edhe vetë që shpërshkan, po e shqyqyr Zotit, mirë, mas i kanë linde, rritë atje, deri shtu janë mirë. Do të shkëputemi një blok të marketingut, më pas do të rikthejmë sërish në studia, qëndroni me ne.
Pas blokut të marketingut të rikthejmë sërish në studio për të vazhduar edhe më te emisionin Rrëfim jete. Bisedum shumë gjana në këtë emision. Bisedum për fëmirin tonë, bisedum për karierën tonë, lidhshmërinë me babën. Po, pavarësisht që ti po dukesh në moshë shumë të re, ti je tani një gjyshe. Na tregoni pak a shumë si jeni si nanë edhe si gjyshe, sa jeni e përkushtume tek familja, edhe sa keni kohë për familje. Qëre, une për familje jam shumë, edhe pse nuk e besoj shumica pa ata që mjuhin e din. Sidomos për shkak, unë kom jetë edhe vonë me karriere, me se nështë kom ujtë ma herët me fillu me shumë gjana, po për deri se i kom shkollu fëmijët, i më bë për vetë vetën, i më konë ofër tyve gjithmonë. Krejtë prej si ka në lindë, ju mirë shumë me fëmijë. Se me qënë se burë ka pa një restoran e ka, dhe ajo kanë tonë kohën, mëngjes, mramje ka në shpe. Unë e krejtë kohën ja vunë pushtu fëmijëve. 3 vajzat, i kom rrit, i kom shkollu, në për aktivitete, në për gjithë shka, dhe më thonë, i krejtë kohën, qka kom pas ja kom pushtu atyve. Edhe ta është atë mundësin që e kam, si shkën shpe, nëse jam një javë ditë në shpe, në krejtë kohën jam me fëmijët e mi. Sidomos me mesën, tash më ka bërë dhe një javë vogël, mesën që 4 vite për 5 është, gjdo mundësi, gjdo minutë që kom pas mundësi, unë e më kona fërsojnë. Edhe din ata që më shojnë në rrjetet sociale, që më ndjekin, e din raportet me mesën, apo që shika me fëmijët, se jam tepër e letë me fëmijët. Do shta kjo ka ndiku për shkak e lidhshmërisë tënde me babën, edhe ke desht atë energji me transmetu edhe të fëmija edhe të mbesa? Po, se unë jam konë shumë e letë me prind, me dëtë, po kupton, se di që shumë të thonë, jam konë për gjithë shka. Unë në kodë fundit, nana ka o konë smut një kodë gjatë, unë ma shumë këmë nejnë në Kosovë se atje. E lash me punë, me gjithë shka, besa dhe thmin, do Milanën, për me qëndru ofër nanës se me ndimu e ishtë në për spitale, po për me ndimu. Po nana kur ndrëjet, ke qenë këtu? Jo, nuk kom qenë, unë e sa shkova, s'ka pas as një javë, jo, 4-5 ditë, unë e shkova se misha me humanizëm. Edhe kisha për detyrë me shkovi bë do festa humanitare i bëjsha, bëjsha muzikë, i grumbullojsha atë hollat edhe i ndihmojsha njerëzve. Edhe i thash po shkoj, thash për një 4-5 ditë, thash edhe kthena me njëherë. Edhe më bëllë po që më thamë mos shkoj, edhe nëse thash po, qysh me lënë, thash se qyrë i kam rastin, thash edhe me ndimu, thash se më duhen edhe që të parë për me ndimu. Tani tha, okej, tha veç ti jam gjanë qa, tha, unë s'me ndësha e që s'guzisha s'me me ndu, që ajo ka me vdek, apo këpëta, dhe isha jam, se unë e vi, kjo është hala. Edhe ati që ka kom problemi, që as kom mujt me maj qatë fest, as kom mujt më kana për nanës. Që ajo është, edhe kjo është një pikë shumë e madhe për mu. Po ju në qojë marrë me njëherë, na edhe kom falendroj një shoqi që më ka ndimu shumë, u ka me mua, më ka nëzirë biletën, më ka bët isha gati. Ke qenë jashtë vendet? Po në Suedi më kanë. Edhe kom ri, me po adin gjenazë, me varos kom ri, edhe me majtë panën e kështu. A për babën, as një hapë se më kom mirë punë. 4 javë kom nejqë aty, edhe 3 javë disa ka qëndru në spital, që aty kom nejqë. Deri minutat fundit kër e kom marrë, ja kom plesu dëshirën e fundit, ka dash marrë në shpe me vdek. E kom marrë krejt me aparate, me mendim shpejt, e kom prunë shpe, 1 orë 20 minuta ka jetu, edhe ka vdek. Ashtu ka kërku? Ashtu. Kërkej ke për çdo ditë, po ishtë te për gjendje tranë, edhe ishtë si pa vedije, ishtë me aparata, e në ndryshe nuk më i ke. Edhe po është që veç kur më ka kapë, që shto ma bane edhe në shpe. Po më ka thonë edhe që ato e pashtë që s'ka kur që veç ja kom bo vllaznive të motra, shko në shpe, po një gati senet. Më thash e bi mendim shpejta. Edhe thash mjekve,
Tha, kushton, tha ndihmë, thash më le të kushton sa do, thash dëshira ti, tha. Masi po thunë vetë dorë Zotit, thash dorë Zotit është edhe në shtëpi. Edhe çashtu aku marr, ma kam bë gati edhe kam qenë në shtëpi. Kur ka shkuar në shtëpi, ka këshirë e kam qenë dhomë vet, thash ako mos si me qenë dhomë vet. Po e monsun ata, e qenë dhomë vet, e porosita në shtrat, shto si spitalet, e oksigjenin kretja bënë më gati. Edhe veç ka këshirë ka po. Edhe thash që ku me të prunë shpe, më ka kapër, me të për qape. Edhe veç e ke largoja stokën dhe bëjke venin, u lot një herë, 1 orë 20 minuta dhe vdeq në shpe. Cila ka qenë fjale fundit, për herë të fundit që ke komuniku me ta, më thonë që ka qenë gjendje me folë? Dostin se lem vetë, që atë fjallë më kalam. Ajo ka qenë? Edhe ato ku me bo tatu qëtu, që mes ku e kom edhe tu e kom emrin e ti, datën e lindjes, që tu kom më shkru krejta. Unë jam një tip, nashta di që këtu në gjyna e i kuptoj se në tatujat e mi qenë se dha ju konë hoqë, ju konë adin, por nuk në ka pengu. Baba e ki për veti, gjithmona ka thonë. Edhe e di krejta, familja, shumica familjes të janë kundra e këtyve gjona. E di nashta është të gjyna, krejti di, po një jam vetë vetja, une gjdo dhim, çdo sen që ka me shprejhe këto, më duket që është të ndimu, apo këpton këto kur e shoh, më duket që ka malo për dore. Edhe qëto deri se ja kom bo për nana, nuk u mujtë mu qëtësu. Nuk i di unë, tash qatë dhimëtën, apo si gëzimin, si qëshka, jem të e shprejhe në trup. Po vetëm kam dëgju ata që fillojnë me bo tatuazhe, vazhdimisht, ajo dëshira nuk jeket vazhdimisht, dhe më thënë gjithë trupin, derisa të përfshin krejt trupin me tatuazh. Mendon një gjë të tillë të vetja jote, apo edhe me atë shkrimin aty me përfundu? Nuk thëm që e përfundoj me këtë shkrimin, se kam tash edhe mesën tjetër, këto si njënën e kam shkuar tjetër tash misët. Gjithë trupin do ta bësh si shtyp ditor? Pëna ashtu si dijet. Nuk thëm jo, as jo nuk thëm. Se nashta më vjen dita dhe i hiku krejt. Na jena njerëz, në unë jam e ndru. Ashtë pak problem. Po tash ka ndalë mjetë që më shëllë me Ka ndalë, po mbetën shëje, mbetën momentin që është një tatuazh, tamam original. Po qëre, s'po di që më thonë, unë për thomë këto, nashta jam edhe gabim, po është mendimi jem. Unë e di që nëse gjykuam prej Zotit, nëse jena të këqi për Zotin, nëse shkojnë a rrugë Zotit, a jena gjykon. Po, unë mendoj që për Zotin është me e mira nëse ti 5 vakte i falë, edhe bon keq, edhe këqyr punë të huja, edhe bon gjithë shka, ajo nuk në gjihet. Sa tu shfalo? Të Zotit kime që shpirtën edhe zemrën. Se Zotit njëve nga ka falë, këtë me një zemrë të mirë e shpirt, unë e lutë nga të Zotit veç zemrën, që mos me ma prish. Mos më ka se une, nashta seher bëj diqka mundu nga minimu njerëzve, apo këptan. Tha më Zot, nashta jem gjyna me këtu, apo është dëshira jem, tha më Zot, që unë po du me bo diqka, edhin, që me ma falë, apo këptan, një më një familje, apo një personi, apo diqka bëj. Tash, nuk e di, kur së kon atje me di do sene, unë me besoj Zotit shumë, po ju njerëzve. Apo këta thash e thoneve, atyve koronavirus, nuk... S'ju besoj. Se... për shfarë syje? Unë i besoj Kuranit, me nëse e lexoj vetë. Nëse e lexoj vetë edhe du me ditë. Po e ke lexu Kuranin? Jo. A kam dërmend me lexu. Po është problemi edhe që ka se unë pak ju mftov këtë aspekt, se po shoh shumë hoxhallar, apo njerë që po mire me këto punë, dalin edhe folin njoni të ndryshi, tjetëri të ndryshi. E mu që tu s'po du, une nuk po du me një pikërkujna, une nëse e marrë ko me lezu vetë. Edhe du me di qdo sen, se qka u shkru në Kuran. Edhe ko me bo ato, edhe me dit... Prandaj, do është me lezu vetë edhe me dit thjesht fiks qka shkru në Kuran, jo qka thojnë... Qka thojnë tjerë? Gojdhonat e njerëzve. Normal. Se nëse këta po thojnë Kurani, është kështu.
nuk guxon foto, nuk guxon ato, hiq ato, është ka bërë. Çdo hoq është rrjete sociale. Çdo femër me familjen në për lojve në për TikTok. Foto, se ne postojnë, a që ato janë në gjëna. Po edhe për tatu po thënë gjëna, po? Çka i bjen ajo? Si po në tatu, si to në rrjetë sociale, si kur ajo nëse Kurani nuk i lejon që ato, apo muslimanizmi, do me thonë, asnjë s'jena perfekta. Mendimi jem është kjo. Do të flasim pak për karrierën. Ëndra jote shumë vite ka qenë që t'jesh një DJ, biseduam edhe pak më herët për këtë çështje. Në Kosovë, fillimisht hopat e pari ke marrë në diasporë. Po. Cila ka qenë arsyeja që në Kosovë nuk ke mujt me fillu, nuk të kam përkra njerëzit, dush me pas njofshëm, nuk ke pas talent, cila ka qenë arsyeja? Këto... Edhe është diçka e mirë pas shumë vite, një ëndër e jo që është bërë realitet. Unë të thashe, unë vetë si merit kom punu. Se unë kom cikë edhe në shumë emisione, që është tash kom fillu me kaseta, tani kur do lansoj di shkova, mora atë kompjuterën edhe ja nisa me CD-ja, vetë. Edhe vetë i kom mësu, atë një që ka është me mira që gjithë sen vetë e kom mësu. Asë në kurs, asë nuk ju më shku, dikush më kazu vetë. Interesi e më kom vetë një mësu. Tani dullen USB-jat, tani fillova dhe me USB-ja. Kur ish një darsum, një fest, një diçka e merit, atë gjithmonë one. Edhe une s'kum dosh ma herë për shkak se tash fëmin. Një herë i kum drejtu fëmin, se s'kum dosh une më mirë se kjo puna jem, kjo është në... Nuk më nështë me qëndru nga të familjes shumë, apo me rri fëmi. Nuk ka shanë se i e për shamë mrami, atje këtje, është... Nuk më shmilon të fëmin e vegjele për shamë dhe vishë milë shumë fëmit. Jo, se për më ju në konë gjithë shka fëmija, edhe janë sot. E për që ata tani nuk u mujtën, fillova qështove, i kina pas një shoqate kema atje, që aty edhe më bëj shumë festa, muzika, që aty tani, që aty e shpresha krejt to, apo këpëtan muzika të gjanat, dikur e pash, tash, më theshin tani fillu me më thirë kështu, edhe fillova tani me punu, i bleva mjetët, me nisa mi mësu. Po tash so vite jeni angazhuar jashtë mase, do më thonë në për ahingjet ndryshme, në për parti, në për dasma, sa po më nëshë mja dalë pavarësisht moshës, ki një vullnet shumë të madhë, je shumë aktive në gjitha këto neja. Po, nuk e di, zërë zotë një mënë dëshirem, nështë ta që është e madhe dhe ajo që kom dasht dhe kom marri, edhe besoj që s'ko më nalë me qëto, kom e vazhdo alo matutje me shumë sene tjera, më mendoj lidhje me muzikën, nuk është e letë, se unë për shembull e dina ata që shkojnë festa, vetë do të mi bajt ato boksat, ato që ka janë muzikës, vetë mi montu, vetë mi që montu, vetë mi shtin kerve, mi ik. Po ka që njerë që mi mojnë, aty ka njerë, gjithë janë tranë, edhe me majt ashtë natë mbrami vetë, plus asajnë ata shqekum shtu edhe të panin, pra më ndo muzikën edhe të panin vetë, këtë mbrami me majt komplet vetë. Nuk është e letë edhe për moshën tem, po qaq vullneti madh, po edhe hobi jem, dëshira jem, që shtojnë, nuk e di që kjo në më. Besoj që një punë kur të bën me qef, pavarësisht pagesës, të njihesh okej. Po edhe në këtë pjesë nuk është se është një pagesë e ullt. Jo, nuk është e ullt, mirë është, po unë thash të akum pas hobi, kum fillu si hobi. Se unë në fillim vishë humanitari kum ba. Së më shku me pagesa. Po tash kjo është puna jote profesionale që ti tani vetëm këtë punë. Po, tash veç me këtë punë jam për momentin edhe jam eftume, kam punine shumë. Ki ma shumë mramje për tri apo ahingje familjare? Ku je ma shumë e angazhuar? Ahingje familjare. Unë thash këm fillu pak të diskoteka, për nuk është më pëlqy, du me ndërprej, për shkak se nuk përgjej vetën aty dhe pagesa nuk është e mirë. Po. Apo këptana nuk ja vle me shku me nejt aty, e ma mirë që besoj ahingjet familjare ja vlejnë, po. Edhe besoj gjithë ata të cilët kanë fatin që të kanë pjesë një eventit, nuk do të shgënjehen mas pare si
me person që je një person shumë i veçantë, pastaj edhe punën që e bën për mrekulli, kështu që veç të dëshirojmë fat Faleminderit. edhe suksese në jetë. Kështu nëse s'ke diçka për fund, ne të përshëndesim edhe të falenderojmë për ardhjen tuaj në emisionin Rrëfim Jete. Fjalë nuk nalën kurrë, po na duhet me përfundu. Unë veç të falenderoj shumë për ftesën, edhe respekt, edhe shumë suksese. Ju shëroj. Kënaqësi që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit ty. Të dashur miq, këtu kemi ardhur në fund të emisionit Rrëfim Jete për sonte, duke shpresuar që keni kaluar çaste të këndshme. Ju vazhdoni të qëndroni edhe më tej në emisionin Rrëfim Jete. E krejt në fund i falenderojmë edhe sponsorit e këtij emisioni, duke filluar nga Midsident në Kashanik, ordinanca stomatologjike me doktor Astrid Sokolin, gjithashtu Kan Dekor, e cila kompani është përkujdesur për rregullimin e skenës sonë. Unë ju përshëndes të gjithëve dhe ne shihemi në emisionet tona të radhës, në emisionin Rrëfim Jete. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.